Natyrisht për veriun dhe heqjen e masave të paralajmëruara edhe nga presidenti Evi Osmani diskutojmë pakës më vonë, por ju si LDK, a jeni të unifikuar, pra që keni qëllim që të fitoni zgjedhjet, zoti Kasapolli. Dhe nëse mund të ketë një rezultat thuajse të ngjashëm, cili do të jetë pozicioni i ri i LDK-s? Unë u shpjegova edhe më herët, Lidha Demokratike e Kosovës përbën një subjekt i cili është shtet ndërtues, dhe këtë kemi dëshmuar edhe më herët. Nuk mund të konceptojmë faktin që mund të hyjmë në çfarë do kombinimi me një parti, me një subjekt politik i dëshmuar shtet shkatrues. Dhe për këtë arsye unë kam thënë edhe më herët që arsyeja edhe pse jam pjesë e kësaj garës është pikërisht të dëshmoj dhe qytetarëve të Kosovës që rrugat e cilën ata po e ndjekin, lëvizja vetëvendosur është rrugë e gabuar. Padyshim që Lidha Demokratike është kompakte, padyshim që Lidha Demokratike e Kosovës ka ndërtuar një koncept i cili gjithsesi ka reflektuar në çdo fushë dhe që është e vetëdijshme që bara e proceseve të cilat e presin Kosovën në të ardhmen është shumë e madhe. Dhe për këtë arsye, unë besoj që ajo çka kemi pësuar gjatë këtyre 5 viteve ka kthyer Kosovën në stadin -1. Ne ende duhet të kthehemi në stadin 0 dhe pastaj të vazhdojmë. Kështu që do të jetë një barë e madhe për cilën do qeveri që do të jetë pas datës 28 dhjetor, por jam i sigurt që ajo qeveri do të jetë qeveri e ish opozitës. Ish opozitës, që i bie, jo si LDK mund të bashkëpunoni shumë lehtë me PDK-n e AK-n, por jo me vetëvendosjen pra. Unë thashtë dhe më herët, nuk ka të bëj kjo me çështje as konceptesh, sepse nuk është thjesht garë politike. Nëse dikush e ka dëmtuar atë se çka kemi ndërtuar ne për 20 vjet, atëherë unë besoj që nuk e meriton që të jetë pjesë e këtij pushteti derisa të reformohet. Unë them që lëvizja vetëvendosje ka nevojë që të hyjë në proces reformimi, për shkak që atributet të cilat i ka ajo na kthejnë diku te vitet e 60 të shekullit të kaluar. Por vetëvendosja është e bindur dhe mbase sipas tyre mund ta arrijnë rezultatin e vitit 2021 zoti Kasapolli. Dhe do ta formojë qeverinë e vetme, do të ketë Kurti 3, qeveri Kurti 3, Albin Kurti kryeminist. Unë besoj se secili prej nesh ka të drejtë të ëndrrojë. Më kujtohet një senator amerikan i cili e shifte Martin Luther King duke dhënë deklaratën e tij të famshme, unë kam një ëndër, dhe ai thoshte unë kam një plan. Kështu që lëvizja vetëvendosje mund të ketë një ëndër, Lidha Demokratike e Kosovës ka një plan. Dhe cili është plani i LDK-s? Nëse ata kanë ëndër ju plan, programi, në cilin synoni të fitoni zgjedhjet? Plani i Lidhës Demokratike të Kosovës është padyshim, dhe këtu unë e mbuloj kryesisht politikën e jashtme që është në diplomacisë, Ministrinë e Integrimit Evropian, dhe jam i specializuar në këtë çështje. Sa i përket diplomacisë, e para që duhet bëhet është rikthimi i lidhshmërisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Unë besoj që Ministria e Punëve të Jashtme nuk është Ministria e Punëve të Jashtme të diasporës, ka qenë Ministria e Diasporës dhe Punëve të Jashtme, për shkak që është marrë kryesisht me instrumentalizimin e diasporës, asgjë tjetër. Dhe për këtë arsye ata kanë ndërtuar edhe shtabe, më nuk i quajmë në ambasadat e Kosovës në vendet e Evropës perëndimore, po janë shtabe të lëvizjes vetëvendosje. Përveç kësaj, unë besoj që Ministria e Punëve të Jashtme si e tillë nuk ka ekzistuar fare, për shkak të edhe ministres e cila sot po jep një shembull, i kemi shumicën e ambasadorëve në vitin e 6 që është e jashtëligjshme. Sot kemi diplomatë të cilët marrin kontrata 1 vjeçare, që është e jashtëligjshme. Sot kemi ambasadorë që marrin pjesë në tubime të partive të caktuara politike. Kemi ambasadorë të cilët bëjnë thirrje për votimin e presidentit të atij vendit ku shërbejnë. Kështu që ka shumë deformime të cilat kanë ndodhur dhe të cilat unë besoj që duhet të riparohen në mënyrë urgjente. E dyta çka duhet bëhet është që të rikthehet Ministria e Integrimit Evropian. Lëvizja vetëvendosje besoj që në kokën e saj ka menduar që në vitin 2021 Kosova është antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye dhe ka mbyllur atë si ministri, ndonse ajo ka barën kryesore të proceseve që kanë të bëjnë me antarësimin tonë në BE.